por nuk mbarojnë dëmet që unë kam bërë. Që ta kuptoni. Njerëz, mirë se keni ardhur në kanalin tim në një video vlog të ri. Kam frikë të heq peshqirin, sepse kam lyer flokët me një boj nga Rossmann që ikën mbas 24 larjesh, edhe që të mund të mos e kuptoni akoma. Ta kuptoni, si bje, se nuk po di qa po flas. Që ta kuptoni, është një boj që është e zezë, nuk është as ngjyrë gështenj, as bjonde, as e kuqe, është e zezë. Si po marr frymë nga të kërcyerit, tani do e heq të peshqirin, do thaj flokët edhe do vi t'ju updatoj, kam shumë turp, nuk e di. Këto janë këngët e gjyshit tim. Ç'të kishte o zilin, plasën në djent, o moj nga sevdaja. Para se të tregoj flokët që po super më pëlqejnë, dëgjoni pak gjyshin tim. Ke vajze bukur moj, vajza myzeqare, kastoli su zoti moj, si zana në male. Nuk mund ta besoj dot, nuk mund ta besoj dot që ngjyra e zezë më shkon kaq shumë. Është dark sepse eksperimentet e mia bëhen vetëm natën. Nesër me ditë të duken akoma dhe më ndryshe dhe më bukur, por e besoni dot, unë me flokët e zeza do marr një shoqe, edhe thjesht nuk do flas fare, do I them qa bën, dhe ta shohim, po ne hapi. Është ora 10 e darkës. Fiku, është e zënë. Ja se do më marr për pak. Sa të bëhet gati shoqja, po marr pak mamin. Mami ti thash që do bëj një eksperiment, po nuk I thash që të shohim. Kur të due, nuk të hap asnjë, do me thënë. Kështu është rregulli dhe li. Ha! Si të duken? Nëse nuk shikoj mirë bukur, duken nga çaj që syze. Qa vët kjo më? 1 në 10 një vlerësim nga qisha me qjam. 11. O merë Sonila. Qa bën në rush? Po më marri të gjithë tani. Si e? Po e di që të shkojnë më mirë. Po dini qik në dritë më mirë, qaj ke bojer, wow. A vet I lyve? Vet, janë ster. Mos qesh. Tani e ka radhen Anja. Një më tha që do ngjaj shumë keq, po. Qa ke bërë, Drishe? O Drishe, se më shkojnë. Këtë frida, Drishe, po nuk t'imaginoj të më qesë po si është. Mirëmëngjes, jam unë me flokët e reja. Një njeri tjetër, e keni kuptuar. Sot nisemi për Shqipëri, po para se të nisemi për Shqipëri, do çoj një pako tek posta, një veshje që kam shitur në Vinted, edhe të nisemi pa stres. Ndërkohë kjo është edhe veshja ime, kam vesh të këmishën e Amitjes, pantallonat e bardha dhe atletet nga Galaxy. Dhe kam vendosur perlat në qafë edhe tek veshët, që I kam marrë nga Safira, në një bashkëpunim që po tregova në Instagram, edhe mendoj që nuk më mungon asnjë gjë dhe I kam bërë të gjitha gati. E qova edhe pakon, mora edhe fletën për të ndjekur porosin se ku ndodhet, në rast se më pyet klienti, edhe nuk më thatë si ju duken flokët e mi sot. Do me thënë, si ju duken flokët e mi të reja? Në Instagram më keni mbyt me komente pas ke vdekur për qik flokë të zeza. Njerëz, nuk I kam lyer me shampo tamam, I kam lyer me shampo kolor si që keni kuptuar, por që kjo mban është pak intensive, nuk e kuptoj pse po rri njërë, ndërkohë ora vazhdon, më duhet të nxitoj të heci për shtëpi. I kam lyer me një shampo kolor, por është më intensive se ajo që kisha radhën e kaluar kur I kam bërë ginger. Dhe kjo mban deri në 20 larje. Ndërkohë është edhe më e lirë. Do ua lë foton këtu se e di që më keni pyetur shumë edhe në Instagram, edhe me shumë mundësi do më pyesni edhe këtu, kështu që unë për korrektësi po ua lë foton edhe ta keni, por dua të them diçka që ky është një eksperiment edhe për mua, sepse nuk e di ende se si do dalin flokët e mi deri në fund. Ndërkohë me shampon ginger ju kisha thënë që çdo gjë ishte shumë perfekt, dilte pas 6 larjeve, njësoj siç ajo premtonte. Tani të shohim, kjo do na rezultoj siç premton apo nuk e di. Nëse tani do ikim, do mbyll shtëpinë, rrugës do jem bashkë me kushërin tim Deni. Normalisht nuk do kisha bërë kaq make-up, do të isha veshur kaq kështu. Do isha vesh më thjesht, mundësisht me tuta, diçka më thjesht, por kam për të xhiruar 2 bashkëpunime. Kam për të xhiruar një bashkëpunim me një faqe
për internetin, për esimin, edhe një bashkëpunim tjetër e kam me taksin, që na pret në Tiranë. Do kemi një eksperiencë shumë të bukur. Se sa të vem në Shqipëri, nuk do kthehem direkt në Vlorë, por do kthehemi edhe pak në Tiranë. Erdha në shtëpi tani, edhe të ikim. Të bëjmë gati edhe të ikim. Jemi të aeroporti Tiranës, tani do dalim, edhe jashtë na pret taksia e Patokos, kështu që le të nisemi. Nisemi se jemi për të vajtur në Tiranë, të takojmë kushërirat e mia, kushërin tanë, edhe e nisim ditën super bukur, me energji pozitive. Sa bukur që nga bërë aeroporti Tiranës. Tani jemi në Tiranën e zhurmshme dhe të bukur dhe uroj shumë që të dëgjojmë pastër nesa kemi ardhur në Tiranë. Një eksperiencë hera e parë në fakt me Patoko taksi dhe realisht ka qenë një nga taksit, mos të them më e mira që unë kam udhëtuar ndonjëherë këtu në Tiranë, e pastër, korrekte, biles ne u vonuam pak sepse avioni u nis me vonesë dhe na pritën aty dhe erdhëm në Tiranë, njerëz shumë të komunikueshëm, të mirëkuptueshëm, që në ditët e sotme janë rrallë të gjesh njerëz që kanë në punë të tilla dhe të jenë të komunikueshëm edhe këto veçoritë që unë thash. Unë erdha këtu tek Eraldi, ndërkohë lash çantat dhe gjërat e mia dhe tani do takoj pak Dajanën se ka ardhur të më takoj. Edhe jam kështu, thjesht unë, kamera, portofoli dhe telefoni në xhep, asnjë lloj gjëje tjetër. T'ju them edhe tjetër që me kodin PAU50 tek Patoko, tek programi, mund të përfitoni 500 lek falas, kështu që nëse keni ndërmend të lëvizni me taksi, mund ta përdorni, pse jo, pak lek më pak edhe perfekt. Sa më kish marrë malli për Tiranën dhe duhet i heq shumë komplekset për të filmuar në këtë qytet. Se nuk do jetë thjesht më një qytet vizitor, por do jem këtu, banuese, për të paktën 3 vite. Kështu që tani jam të sheshi Wilson, se dhe Eraldi këtu e ka klinikën, nuk e di nëse ua thash i deni do bënte një 3 kontrole për dhëmbët, duke qenë se 4 ditë jemi e nisi që ditën sot, edhe po shoh dhe Dajanin që po më qesh, ta takoj edhe flasim. Një limonat me moll, kam provuar akoma, jemi urtu te mosheria me Dajanën edhe do rim pak këtu, sa të mbaroj edhe deni edhe të kalojmë pak pasditen kështu bukur rrugëve të Tiranës me këtë zhurmën, se qetësia në Gjermani na ka mbytur të them të drejtën dhe her pas here kemi nevojë këtë zhurmën kështu. Kështu që gëzuar, po ndjej një aromë super shumë të mirë që tani. Çokolade. Të pëlqen?
dita tjetër jam tek obori i shtëpisë time, tek pamja ime e preferuar, me këto lulet e bukura. Në fakt, pamja ime e preferuar që t'ju tregoj është e gjithë kjo pamja këtu pas. Prisni tani që ta rregulloj kamerën. Është e gjitha kjo këtu. Shtëpia jonë e bukur që kur e mendoj se ku shndrojmë dhe ku rrim në Gjermani, më duken këto shtëpi këtu një gjë, nuk e di, komplet e pa krahasueshme. Kemi nisur ditën tonë me të dashurin tim që pim kafe anës detit, edhe tani sapo erdha në shtëpi. Të gjithë janë në punë në fakt, është ora 11:30, edhe kam nisur ditën shumë herët dhe më pëlqeu kur e nis ditën herët sepse e marr të gjithë ditën para dhe bëj çdo gjë të mundshme. Ta mendoni që ora 11:30 dhe në orën 11:30 në Gjermani unë sapo mund të isha ngritur të nisja ditën time në rast se s'kisha punë paradite. Edhe pim kafe, një qetësi e pa parë. Kësaj radhe në Shqipëri njerëz ju beton që kam një ndjesi shumë ndryshe. Domethënë e dashuroj më shumë këtë qetësinë që kam këtu, edhe mënyrën se si vi, se si ndihem. Nuk di t'ua shpjegoj me fjalë, por ndihem shumë e lumtur edhe kjo një gjë më bën tepër mirë, edhe nuk jam më me atë mendimin apo me pak frikë nga brenda si do vi unë të kthem, jo mezi po pres të them të drejtën fundin e korrikut, fillim gushti, sepse ato ditët do vi përfundimisht, ato ditë mbarojnë edhe punën, edhe do të tregoj pak veshjen çka kam veshur sot, se kam zgjedhur një veshje tepër interesante, por aksesorët e bëjnë më të bukur. Tani, aksesori i parë është ky këtu, një bërzylyk nga mami që e ka mami këtu edhe 100 vite, si mama shqiptare, edhe dikur e nëvlerësoja unë këtë, kurse sot më pëlqen shumë bukur me kombinimin e outfitit. Nga Gjermania nuk kam marrë shumë veshje, duke qenë se mora disa veshje rroba dhurata për mamin, babin, edhe gjithmonë me veten çdo udhëtim duhet të mbani një këmishë të bardhë sepse e kombinoni me 700 lloj gjërash. Me fund, me fustan sportiv dhe sipër siç e kam hedhur unë, me xhinse të shkurtra, xhinse të gjata, çdo lloj gjëje. Kështu që t'ua tregoj pak edhe outfitin, një dy gjëra i kisha edhe këtu në Shqipëri, prandaj nuk mora shumë rroba, sa thuaj se gjitha të verës i kam këtu. Ky ishte outfiti im. Është kjo fustani që është nga Temu, por që vjen si balun këtu pjesa poshtë, si balon, dhe i kam hedhur këtë këmishën e bardhë, kam vendosur këtë varse që e kisha këtu në Shqipëri, që e kisha harruar të them të drejtën, bërzyllykun që ua tregova, këtë çantën e kashtës që e kisha po prap këtu në Shqipëri, dhe në këmbë kam veshur sandalet nga Zara, që më pëlqen shumë e gjithë veshja. Janë shumë bukur për tani në pranverë, se këtu në Shqipëri është koha e mirë, po jo një kohë super vap që të mund të shkosh për qef të bësh plazh. Sado që unë po i them kushërinjve, do bëhemi gati të ikim në plazh. Edhe sot është edhe ditëlindja e kushëririt, që do shkojmë në darkë në lokal, shumë kushërinj, do mblidhemi atje, do këndojmë, do kërcejmë, do ham, do kalojmë kohë së bashku. Shumë bukur, do ju marr me vete, sigurisht. Të gjithë këtu në Shqipëri gjeta shumë mirë, mami, babi, nënat. Vetëm nënën nuk e kam takuar nga ana e mamit, po pres babin të vi nga puna që të më sjell makinën dhe të mund të shkoj me makinë vet. Se më ka marr malli që të ngas edhe makinë. Shikoni pak se sa kopësht të bukur kemi në Shqipëri. Po, do vem pastaj te plazhi. Po. Po mirë, do veshim breçkat e plazhit. Do më ke djali mua. Çuni i kam bëshyer bastonin nënës? Kush e kam bëshyer bastonin nënës? E gjeti! Bravo! Të vdesun. Këtu në Shqipëri kemi pemë nga më të ndryshmet, edhe mami dhe babi na kanë mbjellë dhe baçen plot me gjëra, që do ua tregoj disa prej tyre. Ku ka më mirë se ta këpusësh zirdelin dhe ta hash direkt të freskët nga pema. Për ju që nuk e dini, babi im ka shumë plumba, sepse merret edhe me gara plumbash, edhe këtu kalon gjithë pasditja e babit tim. Na kanë mbjellë edhe misra që ta ham gjatë verës, edhe lule dielli që ta ham fara. Shikoni dhe darda, tani po rriten, edhe limonka të freskët, bio. Kur e them që këtu kam çdo gjë, këtu kam çdo gjë që më mbush shpirtin. Shikoni tani, këtu ka patlıcan,
speca, më falni, speca. Ah, domate, që kanë rritur domate, qep. Shiko. Shikoni pak edhe bajame, ne I themi nga anët tona, nuk e di si I thoni juve, ne këtyre u themi xhangalle, këto këtu, që bëhen bajame më pas. Edhe këto ne I ham njësoj, që nga qik e fort. E prisha kod, ka filluar që të bëhet bajame. Që nga qik e hidhur, po hak të zerdelin për të reguluar shien. Nespull. A zot nespulla, kur mendoj turkun atje 8 euro, 9 euro, 10 kokra më ikën mendja. Ja dhe domatkat. Ty do të vlej Paula kur do të pagëzoj varse të bukur. Jeta ime. Syzet, me syzet janë shumë bukur çunë. Veshu kostumin që I kam bler mamit në fakt, se tuta rroba për shtëpi këtu nuk kam fare. Edhe po lozja pak me macet dhe I kam duar kështu qelbur, të futem në shtëpi tani të lajm dhe të bëjmë gati se do dalim për drek me të dashurin time dhe prindrit e tij. Dhe t'ju them që macet, nëse e keni menduar edhe ju, se unë në fillim I bërtita babit kur e pash atë kafazin, por kur dëgjova historinë I dhash shumë të drejtë, I thash të lutem mos I mbani macet mbyllur në kafaz, se kemi gjithë ato oborre dhe mundësi për të luajtur, por më thanë që nga që janë shumë të vogla akoma dhe ende nuk e din se çfarë është kur të sulmon dikush apo domethënë nga rasa nga lloji I tyre, edhe I mbajnë ashtu në kafaz kur nuk ka njeri në obor, ndërkohë që kur ka njerëz I lën të lira, se këtu vin shumë maçok, mace, çdo lloj gjëje të llojit të maces, edhe I sulmojnë edhe pastaj plagosen edhe mund të rrezikojnë edhe të humbin jetën. Sjell? 52 jam. E të na gëzoj ditëlindjen. Faleminderit shumë, je shumë e bukur. Të çaj edhe këtë lulkan? Prit do ta vendos tu tek kjo. O zot sa e bukur që je. Po ta shikoni pak tani. Te shtëpia e nushit tim mund të vjedhë shumë lehtë. Shisi e mbëshen në Chelsea. Hop, këtu. Edhe ta mendoni që dera është aty. Kushdo le të vi. Derën atje e keni hapur, Chelsea e keni këtu, derën e keni këtu, mund të futeni dhe të merrni çfarë të doni. Kë plaçk. Po, e more kam. O nushi, kush është gjëja më me vlerë që mund të vjedhin njerëzit brenda të shtëpia jote? Neve po këpusim ca lule këtu, se do shkojmë tek varesat e gjyshit edhe te dajot. Gjithë make-upi, edhe looku përfundimtar, shikoni pak se sa bukur. Shumë bukur, njësoj si një zan dhe tani jam gati të shkoj edhe të kënaqem. Ndërkohë t'ju them që e kam bërë make-upin këtu jashtë edhe jam kënaqur nga zosht, cicërimat e tyre, diellin këtu, dalë të tregoj pak diellin sa bukur që e kam pamjen. Nuk është nga perëndimet më të bukura, po është një super pamje live.
është mushi ime, Mami Robena, edhe kjo është bushi im, Babi Beni. Edhe me të që ka të gjithi. Kush Noeli? Noeli! Jemi këtu në... Noeli, do bëjmë video te kamera? Sa pamje e bukur që është. Noeli! Po los me gurje. O bukuri! Tot një. Jo po tani është ndjen. Ja, jemi këtu, më pak më lartë. Po se edhe I gjati. Për ne të shkurtër të është okej kamera këtu. Ku ke ardhur ti? Ku ke ardhur ti që ke vesh dhe bluz miu miu? Shikoni pak se sa super bukur dhe pamje që është. Edhe po ngjitemi lart me ashensor. Head Street? Bravo. Nuk e di, do me thënë kjo është e gjitha një paqe. Edhe pamja, wow, fantastike. Deni thot që bëj reklam, jo më kot sepse këtu babi dhe xhaxhi im punojnë që të dy në fusha të ndryshme, por punojnë këtu tek pjesa e ndërtimit dhe gjërat e tilla. Domethënë një pamje shumë të bukur, edhe shikoni pak, kjo është vetëm pjesa e verandës sipër, është edhe hotel, është edhe restorant, edhe bar që është bërë tani së fundmi dhe këto të gjitha gjërat e bukura këtu që shikoni, të lyera, pllaka, gjërat e tilla I ka bërë babi edhe xhaxhi. Vlora është shumë e bukur, nuk do ta ndroj me asnjë qytet tjetër në botë, mund të udhtoj të gjithë botën, edhe prapë përfundoj që Vlorën e dashuroj çdo herë dhe më shumë sa herë që vi, tani që bëhen edhe ndërtime dhe gjëra të reja, është super bukur, super bukur. Nuk e di, nuk kam fjalë. Ndërkohë unë kam veshur kostumin amitje dhe sot nuk ju kam hapur fare për shumë arsye. Arsye e parë është sepse dje kemi kërcyer dhe kemi ardhur shumë vonë në shtëpi. Thjesht kemi fjetur gjumë në shtëpi, edhe u ngritëm, u bëm gati dhe kemi kapur thjesht perëndimin super të bukur këtu tek Nifa dhe tani do ulemi brenda edhe do pim ndonjë gjë. Edhe sot është dita e fundit në Shqipëri. Do më marrë shumë malli, por do vi prap edhe nuk do më mungoj më sepse do e kemi gjithë kohës vendin këtu edhe sa të më marrë malli do vi. Në korrik kthehem përfundimisht, kështu që po, tani po shkoj të ulem edhe unë, sepse po më presin të gjithë mua brenda. Pik me një plecë. Gëzuar.